Pra, kella innal insana la yadgha. Pra, pastaj vjen ajo që është e vërtetë dhe thot se ai i kalon kufit. Kush ai? Pra njeriu. Ky njeri shpesh herë din me i kalu kufit. Pse? Duke i lënë mbrapa djenin, duke i lënë mbrapa urtësinë, duke i lënë mbrapa punët e mira, duke lënë mbrapa fjalën e Perëndisë, si qofshin fal atij, ai din shpesh herë do të thot me kalu në valvula ose në për rrugë pa rrugë ose në udhë pa udhë, runa Zot mu bë prej e të mallkumit shejtan, lanetullahi alehi, qofti mallkuar ai. Dhe gjithë ata që njekin ato, veç se e mallkojnë vetveten dhe humbasin në rrugë pa krye, në qërsokaçe pa krye. Dhe kjo është për mirësive të Allahut që ne me njoft realitetin, pra pse ne duhet kemi kujdes në të mos kalojmë pra kufit. Ata kufit që Allah i ka vendos, ato ligje, ato rregulla. Për shembull, kufit e Allahut janë njëri duhet me ditë pra, duhet me ditë sa ka, do të thot lukthja se stomaku i tij sa duhet me hangër, mos me tepru. Janë ajetet e Kuranit që flasin hani, pini dhe mos e teprani. Pastaj, ka prej shumë ajeteve që na flasin për me përdor mendjen. Pastaj që na thrasin me shiku, me pa çka i të bë, çka i të vepru. Pra, pastaj thot kufit e Allahut janë farzet, namazet farz, mos i lëni namazin. Farzet e Zotit mos i lëni. Farz është me ndash nënë e babë, me respektu prindrit është farz, janë kufi ato, nuk bën ata kufetit të i kalojmë. Domethënë janë kufi, janë parime sine qua non, pa cilat nuk bëhet hiç. Është respekti i nënës dhe babës. Dhe sigurisht pra se filloj me ndje veten të pavarur, domethënë an ra'ahu staghna. Pra filloj mundi pak si pavarur, edhe me mendu si tash unë e kam inteligjencën, e kam mendjen, tash unë u bona shkop. U bona, si thon Zoti vetvetes, astagfirullah. Sikur Karuni, rasti Karunit që mendoi se arriti pasuri, arriti fuqi, arriti gjithçka, dhe mendoi që u bë i gjithdijshëm, i gjithpasur edhe s'ka me të hiç. Por kur arriti kulminacioni, atëherë Allahu ja dërgoi një mesazh të fuqishëm që ti mbledh metë dhe të heq dorë nga egoizmi i tij që po cënonte nderin edhe burrave të mirë, të cilët mesin aty në burrave më të mirë ishte Musai alayhis salam, prej pejgamberëve të Zotit, i cili akuzoi Musain për moral. Pagou një të përdal që me shku midis fjalimit rreth një pemë që ishte të u fol Musa për besimin në Allahun, e tu i thonë popullit që ajo pas ka një fëmijë të jashtëligjshëm me Musain, por e pagou me parë për me shpif ndaj tij. Dhe shpifësit kështu e kanë përfundimin, ata që shpifin dhe bojnë shpifje, përfundimin e kanë në shafitjen totale të pasurisë tyne dhe falimentimin total. Dhe falimentoi Karuni dhe gjithë pasuria e tij. Thuhet për pasurinë e Karunit, këtij arroganti, për buzës, thuhet se pasuria e tij ishte gjigante. Edhe mendohet që në historinë e njerëzimit nuk ka pas njëri më të pasur se ai. Dhe ai kishte kalu kufit. Kush i kaloi kufit? I kaloi Faraoni, i kaloi Karuni, i kaloi Nemrudi kufit, dhe shumë personalitete negative në historinë e njerëzimit. Dhe mendonte pra për shkak se ndjente veten pavarur, pra ai mendoi që Allahu na ruajt, pra Faraoni tha anna rabbuka la'ala, tha unë jam i pavarur, s'ka zot që më del përballë. Allahumma salli ala Muhammad. Pra ai mendoi që arriti kulminacionin, por kur e pa dështimi ishte fatal për ta. Arriti, pra kur e mbuloi ndeti, tha besova Allahun ose Zotin e Musait, po ishte shumë vonë për ta. Kështu që pavarësimi i tej skajshëm shpesh herë kalon në një mendje mallësi, Allahu na ruajt, dhe ajo mund të shpije edhe drejt mohimit të Perëndisë.